Europol, gjatë takimit të zyrtarëve të lartë BE Ballkani Perëndimor për drejtësinë dhe çështjet e brendshme, vlerësoi policinë shqiptare për angazhimin, besueshmërinë dhe profesionalizmin në operacionet ndërkombëtare të zhvilluara 6 mujorin e fundit. Gjatë takimit, zyrtarët e lartë të BE Ballkani Perëndimor për drejtësinë dhe çështjet e brendshme raportuan për çështje si luftën kundër krimit të organizuar nëpërmjet hetimeve financiare dhe rikuperimit të aseteve. Platforma Impact kundër kërcënimeve kriminale, lufta kundër migracionit të parregullt dhe menaxhimi integruar i kufirit. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Brendshme, drejtori i Departamentit të Policisë Kriminale në Policinë e Shtetit, drejtuesi i lartë Neritan Allbati dhe drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, drejtuesi i lartë Sajmir Boshnjaku. Përgjatë raportimeve u diskutua bashkëpunimi dypalësh dhe rajonal, si dhe sfidat për të ardhmen. Drejtorët në Allbati dhe Boshnjaku në emër të drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, drejtuesi Madhor Ilir Proda, garantuan të pranishmit se Policia e Shtetit është e motivuar, e angazhuar dhe e vendosur për realizimin e këtyre sfidave dhe për të punuar për krah partnerëve dhe agjencive ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit në luftë kundër kërcënimeve globale, si krimi organizuar dhe së fundmi dhe kërcënimet kibernetike. Përfaqësuesi i Europol falenderoi policinë shqiptare për rezultatet e saj në përfshirjen në operacionet ndërkombëtare dhe besueshmërinë e treguar në drejtim të goditjes dhe sekuestrimit të aseteve të grupeve kriminale.